pse mos thamë se mëvesimi i shkollës mesme gjimnazit Sami Frashëri është pavarësu edhe unë me emrin Sami Frashëri. E keni pagzu ju? Unë Ju jeni kumbari. Unë, bashkë me Driton Ramadanin, ishte vaj këshilltar, ishme në demokracinë e re, edhe unë do isha Ismail Qemali, kishmi propozimi jonë Ismail Qemali, po kurse si nuk pranon Maqedonët. As Maqedonët, as një tjerë, jo. Edhe gjetëm një gjuhë të përbashkët që në këshillin komunal përdorët edhe gjuha sërbe, kur e dhanë propozimin, thash po edhe Rome, pse mos më përdorën në këshill? Vetëm në seanca, materialet përkthejem të gjuha, dhe mu nuk, jo mu pas popullatës shqiptare, si kushtoj ki kur gja, e banëm një kompromis që të mrohet me emrin Sami Frashëri, nuk pranun kurse si për Ismail Qemali, se do këse ku me dit Ismail Qemali do një terrorist ka qenë, s'kishin lexu, kur ja spjegova, pak i rrudhën kratë, po ma e kapshme ishte Sami Frashëri, edhe e mnum Hysén Ramanin si ushtrues dhe tyre, se i kemi pregadit, unë kam qenë në koordinator për mbetësimin, regjistrimin, deri sa të zgjidhet drejtori. Unë e kam bëvaj qatë punë, edhe shumë e njerëz më kanë thënë pse s'e pranon ti me qenë drejtor, nuk e pash në të arsyeshme, unë njëherë jam largu për arsimit, po jo, mirë do të kishte me qenë në historin drejtori i parë. Nuk mi hapin dhe ke pak. Edhe caktuam Hysén Ramanin, ushtrues dhe këtyre, mandej ai morë edhe një mandat, Hysén Ramani, edhe kështu